طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alejh. Kemi arritur te kapitulli besimi dhe veprat e mira. Një ndër kapitujt që është akuzuar Sheikh Albani apo Imam Albani rahmetullah alejh, ku i thonë që ai nuk i konsideron veprat prej imanit. Thonë keni një që akuzojnë Sheikh Albanin me irgja si murgjia, që thot se veprat nuk janë prej imanit. Na sot do t'i transmetojmë fjalët e tij, tekstet e tij, apo fjalë për fjalë, se çfarë ka thonë Sheikh Albani rahimahullahu taala për veprat e mira apo veprat e gjymtyrëve. I dërguari Allahu sa ka thënë, Allahu i lartësuar nuk pranon thot asnjë vepër përveç asaj që bëhet me sinqeritet për të dhe synohet fytyra e tij. Këtë ka thonë Allahu në Kur'an. Thot, ky hadith dhe të tjerë, pejgamberi sa realisht e ka thonë, ky hadith dhe të tjerët posti tregojnë se besimtarit nuk i pranohet asnjë vepër përveç se nëse e ka niyetin për fytyrën e Allahut, me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Më thonë, nëse ti e bën një vepër për me të pa njerëzit dhe jo për hir të Allahut, ajo është refuzuar tek Allahu azza wa jall. Nuk të pranohet. Për shembull, nëse ti je duke fal namaz dhe e zbukuron namazin, për të tjerët nuk të pranohet namazi. Dhe është çështje shumë e rrezikshme kjo gjë. Sinqeriteti shumë ka rëndësi tek muslimani. Pastaj thot, dhe nuk synon me të fytyrën e Allahut lartësuar, në lidhje me këtë Allah azza wa jall thot, kështu, kush shpreson takimin me Zotin e vet, kush moni myt që ka mu taku me Zotin e vet, thot, le të bëj vepra të mira, thot, edhe mos t'i shoqëroj, thot, askëd në adhurim Zotit vet. She? Dhe ti kur bën vepra të mira, ta bësh për hir të fytyrës Allahut subhanahu wa taala, dhe mos i shoqëro, thot, Zotit asgjë në adhurim. Dikush për shembull e bën, valla po bëj për hir të Allahut, po e bëj edhe për shkak të kësaj dynjos, të arritin një pozitë caktuar. Po shkojnë në filan shkollën, universitetin, që me arrit një pozitë të imamit, me marrë rrugë. Po shkoj ky tjetri thot, unë po shkoj dhe kam qëllimin me marrë një pozitë, mirë po pozita, po du me e shfrytzu pozitën si imam me bo davet. Cila është tamam? E para e dyta? E dyta. Sepse e para, çfarë po thot, unë po shkoj thot, me e kry universitetin, për xhallëk. Mi po qëllimi jam është, jam familjar, jam i martu, unë du me pas një rrugë, me pas një jetë të rahatshme, mas me pas probleme, kryj puna. Që kjo? Thjesht vetëm për pozitë. Ndërsa ky tjetër, çfarë po thot? Unë thot po e kryj fakultetin, qëllimin e kam një me marrë një pozitë, po qëllimi përfundimtar, kjo është mjet, realisht jo qëllim, mirë po qëllimi përfundimtar është që unë nëpërmjet çëtij mjeti, çësaj pozite, me ndiku tek njerëzit. Ky e ka qëllimin tamam. Se dikush mundet me thonë, qa po vinë me shku në universitet vllaja, nëse unë e ullna para xhallarëve, para dietarëve mësaj. Po në rregull, mirë është, tamam, mundesh me bë davet pak a shumë. Po sot janë asisoj, habiba, asisoj, rrethanet janë asisoj, që nëse unë qëtu para jush, dal dhe flas, mos me pas një fakultet, të xhallakut, a është ma vështirë me hinë mas, se cili kish me thonë, ale se so hoxhej, apo? Shumë ma letë është. Po të godasin të e kry fakultetin e lërë më kur nuk e krynë. Andaj nëse është qëllimi, dhe që ka qenë qëllimi, pse unë në pleqini me thonë e kumë kry fakultetin. Nuk e kumë krynë moshën 18-19 vjeqare me i fakultet studimeve islame, se tjetër fakultet kumë pas. Dhe qëllimi që ka qenë? Kumë pas qef me bo davet, dhe fakultetin me shfrydzu vetëm si mjet për me arrit tek masa e gjonë e muslimanëve. Dhe që ky qëllim pranohet inshallah ta'ala tek Allahu azza wa jall. Pik tjetër, thot ka dallim mes islamit edhe imanit. Islamit dhe imanit.
Thot, gjdo besimtar, ma në mend, gjdo besimtar është musliman, por jo gjdo musliman është besimtar. Këto ju kom sharu. Do me thonë, një person që kryen ibadete, është i përpikt, është besimtar insha Allah, dhe njëkohësisht kjo është musliman. Mirë, po tek një popullata kosovare, a janë musliman e besimtar? Shumica e musliman. Gjunahet e këto. Naj namaz, naj gjumo, naj bajram, naj agjerim, si janë të përpikt, nuk janë besimtar. Qysh janë ato tri kategoritë, muslim, mu'min edhe muhsin, apo, bukur. Thot, islami është i'tikad, besim. Imani është i'tikad dhe është çështje e zemrës. Çështje e zemrës. Islami është çështje praktike. Te pejgamberi sasam, a erdhi një person me tesha të bardha? A e pyeti çka është islami? Çka i tha Muhamedi alayhi salatu wassalam? Tha shahadeti, namazi, agjerimi, zekati, haxhi. Çka është imani? Çka tha? Besimin Allah, besimin me lajket, besimin deri në fund, ditën e gjykimit, kaderën dhe kaderën ditën e gjykimit. Kjo çfarë ke? Kjo ke çështje e zemrës. Se besimi është çështje e zemrës, apo? Ndërsa Islami është çështja praktike, bukur. Islami është i ndryshëm nga imani. Këto dy terme, të cilët kur përmenden bashk, secili e ka kuptimin në vete, ndërsa kur përmenden njëri prej tyre, përfshin edhe njëna edhe tjetra. Kur thu ka iman personi, i themi që ka dhe islam. Kur thu ka islam, i themi që ka iman. Apo? Mirë po, kur të përmenden të dyjat, ndahen. Sqarohet që kjo kështu, që kjo kështu. Bukur. Besimi apo kufri, imani apo kufri, thot janë dy gjëra fakultative dhe Allah lartësuar nuk i imponon askën nga krijesat në zgjedhjen e njërit prej të dyve. Do më thonë është çështje vullnetit ton të lirë. Nëse don me besu, beson. Nëse s'don me besu, bën kufër dhe shkon në xhehenem. Don me besu, bën iman, e ki iman në Allahun azza wajal dhe e ki shpërblimin tek Allahu azza wajal. S'don me besu, Allahu azza wajal nuk ta imponon as imanin as kufrin. Besimi është pohim, qëre. Besimi, thot imani, është pohim me gjuhë. Vërtetim me zemër dhe thot zbatimi i gjymtyrëve të trupit. Edhe njerë, Shekh Albani, fjala Shekh Albanit. Besimi është me gjuhë, vërtetim me zemër dhe veprim me gjymtyr. Thot, shtohet me bindje, me veprat mira, dhe paksohet me çka? Me gjunahe. Paksohet me gjunahe. Punët e mira janë pjesë e besimit. Që vëdëm? Murxhet nuk e thojnë do. Thot, veprat nuk janë prej imanit, murxhet. Imani, thot është, nuk lëvizën të këta. Imani është iman. Beson apo nuk beson, i murxhet thonë. Shelbani s'me thot këta. A ka mundësi vllazni? Një murxhi me thonë imani rritet dhe paksohet? Pse? Sepse ai thot vepra nuk u për imanit. Rritjen dhe paksimin e imanit, kush e bën vllazni? Vepra. E Shekh Albani po thotë që rritet dhe paksohet. Bukur. E murxhiet nuk ka mundësi me thonë një murxhi rritet dhe paksohet imani, se ai aslen në bazë veprën e hek për imanit. Ndërsa Shekh Albani çfarë po thotë? Është imani, baza e imanit dhe mbi këto vendosen veprat. Veprat vendosen e rrit. Vepra e rrit. Dhe mos bërja e veprës, bërja e gjunojnë, që ka bën? E zvoglon imanin. E zbeh apo edhe zvoglon. Pastaj thot, kjo është mendimi dietarëve të hershëm, selefëve dhe të mëvonshëm, besimi ka grada dhe nivele, shtohet dhe paksohet. Në lidhje me thelbin e besimit, njerëzit nuk janë të njëjtë në nivel. Kështu që besimi i vepërmirët nuk është i njëjtë me besimin e mëkatarit, fasikut. Kush bjen mëkat dhe gjunoa të mëdha, besimi i tij nuk është i plot. Pse? Sa mirë po thot? Kush bjen gjunohe, nuk e ka besimin e plot. Nuk është rritur imani, besimi, kur bën gjunohe. Na dhe vetë vrim, o vllazni. Kur bëjmë gjunohe, a e vrim
që shenim një lloj zbrastire në zemër edhe një lloj frike në zemër. E vren njeriu. Ndërsa kur është mesin e derseve, kur është në xhami, kur është duke lexuar Kur'an, e vren që rritet imani. I vjen me kajt. Apo mendon për të mirat e Allahut subhanahu wa taala në xhennetet e tij. Por ai nuk del nga rrethi i besimit të detyrueshëm. Veprat e mira janë pjesë e besimit të vërtetë. Shiko çfarë thot Imam Berbehari në Sharh us-Sunnah. Çfarë është fjalë? Imam në kohën e Imam Ahmedit. Kush thot se besimi, çorna, edhe një herë, monë në mend çto. Hiç hek në Sheikh Albani për momentin, veç merrni fjalën e Imam Berbeharit, edhe pastaj kushdo që ju thot për Sheikh Albanin, veç thuni Imam Berbehari rahimahullahu taala ka thonë, kushdo që thot besimi, imani është fjalë dhe vepër, çfarë thot? Shtohet dhe paksohet, ajo është i pastër nga irxhaja. Ajo është largu për irxhas, për i murxhellëkut. Sepse nuk ka mundësi një murxhi me thonë që imani rritet. Se ai po të thot, imani jem është si imani Gjibrilit a.s. Imani jem është si imani Muhammedit a.s. Po mirë, shtro pyetja, si e kanë kuptu ata imanin? Ata e kanë kuptu imanin sikur vetëm besim, me besu. Apo kuptani? Ose beson, ose nuk beson. Para të arsye, si ti, si Gjibrili a.s. A beson në Allahun po, edhe Gjibrili beson, edhe Muhammedi a.s. beson, atëre, qysh, ja beson, ja s'beson. Shumë shkurt kanë mendu. Ndërsa realisht, që ky besim në zemër, përveç në vepër, edhe në zemër rritet edhe paksohet. Se sa do që të rritet besimi në zemër, ti ishte zhvefra të vë. Kur ti e kim bështetën e fuqishme në Allahun, të vekulin, atë rritet bindja, rritet bindja. Në nuk është kompakt kjo që nuk lëviz. Edhe zemra të lëviz, po edhe, në është si një lloj komandant të zemra. Thjesht të nëzit me bo vepra të mira. Nëse nuk të nëzit, atër ki zbehje të besimi zemrës tonë. Ki probleme me këtë gjë. Bukur. Pastaj thot, për kufizimi se besimi është pohim me gjuhë dhe vërtetim me zemër. Kushdo që thot, me besu, që imani është vetëm me gjuhë dhe me zemër, thot Sheikh Albani rahimullahu taala, ky medhheb është medhheb i hanefive edhe i maturidive. Imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi e ka pas si definicion imanin, ka thonë që besimi është vërtetim me zemër dhe me gjuhë. Veprat nuk janë prej imanit. Nuk janë prej imanit. Në definicion ka gabu Imam Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, ka pas prej ulemave të hershëm të kohës tij që i kanë thonë murxhi. Murxhetul fuqaha. Nësa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot ka gabu në definicion Imam Ebu Hanife, sepse në rregulla kur ta sheh prapë ka pas bindjen e ahli sunneti wal jamaa. Nësa Sheikh Albani thot jo, kjo është tamam medhheb i irxhas, i murxhive. Sepse vepra është për imanit. Çaj imanit ty të nxit me bo vepra. Pastaj thot që është i ndryshëm nga i selefëve dhe shumicës dërmuese të imamëve, për shembull Malikut, Shafiut, Ahmetit e Uzajut, të cilët thonë se imani, besimi përveç pohimit me gjuhë dhe vërtetimit me zemër, shikoj çfarë thotë Sheikh Albani, është një element i tjetër i domosdoshëm, është veprimi me gjymtyr. Ku kapo doni më kap. Çfarë do thotë? Në sharhin e Aqidës Tahawiyye të Sheikh Albani rahimahullahu taala. Dhe më thonë, qëfar thot? Elementi tjetër i domosdoshëm i imanit është vepra e gjymtyrës. Që fëtë ande? Ku pithush murxhi? Ka dule e rëgjaje jote? Pastaj thot, kjo është ajo që unë kam shkruar më shumë se 20 vjetë thot më parë, Sheikh Albani, duke pohuar me thejbin e selefëve, akin me pasuzet sunetit, dhe për këtë lavdita kon Allahut subhanahu wa taala në çështjet e besimit. E pastaj thot, sot vin disa njerëz të vegjël dhe ignorant më akuzojnë për irxha. Qysh në kohën e tij e kanë akuzuar. Disa njerëz ignorant thot dhe të vegjël thot më akuzojnë për irxha tek Allah ankon nga keqja në cilën ata gjenden për ignorancës dhe devijimit. Se kanë kuptuar Sheikh Albani rahimahullahu taala. Kush do qoftë ta ketë thënë.
nuk e kanë kuptu. Që thot Shekhu Uthejmini rahimahullahu taala, kur çdo që akuzon Shekh Albanin me irgjo, ose thot, nuk e njeh irgjon, ose se njeh Shekh Albanin rahimahullahu taala. Njona për ty dhe. Tre s'ka. Besimi pa vepra nuk ka as një vlerë, thot. Allah i lartësuar, kur përmend besimin, e përmend ato edhe vepra. Amenu wa amilu salihat. Për njerë. Ila ladhina amenu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E dini, suratul Asr. Dhe ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira çdo herë, imani, vepër. Pastaj thot, vetëm nëse do të fantazonim, thot, dikë që ka besuar dhe thot dëshmoj nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allah dhe se Muhamedi është i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, pastaj thot dhe pastaj vdes, këtë mund ta imagjinojnë se është diçka që ka ndodhur, por që njeriu të thot shahadetin dhe pastaj jeton një kohë të gjatë, aq sa do të Allah të jetoj, nuk bën vepra të mira, atëherë mosbërja vepra të mira, nga ana e tij është argument se ai thot atë dëshmi me gjuhën e tij, por besimi hala nuk ka hyrë në zemrën e tij. Përmendja e veprës së mirë pas besimit tregon se besimi i dobishëm është ai që shoqërohet me veprën e mirë. A ka mundsi vëzni me thonë një person shahadetin, me thonë një musliman jeton 70 vjet dhe mos e bë kurrë një vepër të mirë, a mundi më gjetë një person? Kur s'ka? Uzdi. S'muni me gjithë, Allah, s'muni me gjithë. A i respekton prind? Po, që vepër e mirë është. Që kjo është vepër e mirë. A hek një pengesë në rrugë? A ka qëjtë vepër të mirë, Muhamedi s.a.s. Që ka thonë hadith? Shkolla më lërë cila është? La ilaha illallah. Ma ulta? Me hek një pengesë në rrugë. Jeni duke i gra kerrit, e shini një gur, e shini diçka nal në kerrin, hekni që kjo është një imani ma i dopt. Dhe thot, turpi është prej imanit. Vepra zemrës është turp. Dhe më thonë, atë ka rasis në herë me ndihmu dikonin me qitë vepër ki bo. Andaj, kjo imaginata e disove që akuzin Shekh Albanit, ju këtë veprat për hekni, na ndarim të ka dithi, lem ya'malu khayran qat, nuk ka bas një vepër, ka me shku në xhennet, edhe se shtim kokën në këtu në këtë mesele. Për dini atë hadithin e gjatë, që në xhenem njerë kanë me shpëtu besimtarit për xhenemit, masej një pjesë kanë me shku në xhenem, që namazli, kata ka dale, pastaj Allah subhanahu wa taala ka mi hek për xhenemit një grimc, apo sa vetëm një grimc, besim kanë sinap në zemrën e tij, në zemrën e tyre, dhe në fund thot çka mbetet vetëm mshiruesi absolut, i cili ka mi nxjerr për xhenemit, ni Allah e din sa kanë më konë në xhenem, dhe thot lem ya'malu khayran qat, nuk kanë bas një vepër, edhe i nxjerr na e lom ashtu spërzimin këtë mesele. Edhe u kry puna. Mirë po të thuash se ka ndonjë njeri e shpesh shahadetin dhe 50 vjet tjera jeton, ka njeri pa bër as një vepër kur, s'mish me emër. Është pa imagjinueshme apo. Është pa imagjinueshme, nëse e ndin vetin musliman. Thjesht një selam kimi ia dhon dikujt. Apo kimi një mu dikujt. Që kjo është vepër e mirë. Është vepër e gjymtyrëve. Apo ose ai personi ditën e gjykimit ka me dalë një person, edhe Allah subhanahu wa taala ka me thonë, sa i mëshirshëm është Allah azza wa jall. Ka me thonë, a kine e vepër të mirë? Vallahi jo, ja rab, s'kam. Shërbra kine një? Jo, vallahi nuk kam. Po du me të shpëtu, thëtë Allah azza wa jall, në një aspekt, klopa, kuptimi i bjerë. Thëtë jo, ja rab, s'kam. Thot, a ishe ti, thot, që ju jepshe njerëzve borgjë edhe jo au falshe? Thot, po, që ke vepra, u bo sebeb ti je i shpëtu. Allah të ka falë. S'ka vepër tjera, namaz, agjerim, s'ka kur gjë, s'ka, kur gjë, që ke vepër? Ose ai personi, që ka u bo, ajo lavidhja, që ka boni me qenin? Sa më ka të i patë? E mbushur lavire mo. Allah subhanahu wa taala për shkak të një vepre në fund, innamal a'malu khawatim bil khawatim, me të vërtetë veprat vlerësohen sipas përfundimit. Përfundim ja dha e mur këpucën e saj, e mbushi me ujë, ja dha qenit, ishte nat e shtinën e modhe qeni, shpëtoi qenin,
dhe Allah subhanahu wa taala e fali. Po e kundërta ajo çka bëri me macën? E vendosi derisa të cofi, nuk e la, edhe fitoi xhehenemin. A pishini veprat e mira sa vlerësojnë vëllazni. Pastaj thot, për cilës e pejgamberi sa ka thënë, angjëlli i vdekjes i erdhi një personi që po jepte shpirt dhe nuk gjeti asnjë të mirë. Angjëlli i vdekjes erdhi një person edhe nuk gjeti vepra të mira. Ja hapi zemrën dhe në të nuk gjeti asgjë. Ja hapi nofullat dhe gjeti majën e gjuhës së ngjitur, thot me qiellzën duke thënë dhe thoshte la ilaha illa Allah, kështu Allah e fali atë për shkak të fjalës së sinqeritetit, sikur që ky hadith ishte i sakt, murxhet kishin me marr flamurin. Një grup prej murxheve. Se këtu po thot as në zemër nuk ka pas iman kë. Apo? Dhe një person që në zemër nuk ka iman dhe e shpreh me gjuhë, në terminologjinë fetare që shut ky person? Çka i them ky personi? Munafik. Apo? Se në zemër ka kufrin, e për jashta ka musliman, thotë unë jam musliman. Ndërsa ahli sunneti wal jamaa, shahadeti i tij pranohet për momentin me hin islam, duhet me zemër mu bind në shahadet, me i besu Allah subhanahu wa taala, me shprej me gjuhë, atër futesh në islam. Pastaj janë veprat, apo? Mirë, a është kusht i pranimit shahadetit vepra e gjymtyrve? Çfarë mërmania? A është kusht? Nuk është. Për shembull, kemi pa ajo muslimanët kur e shprehin shahadetin. Nëse një person në çat moment e ka me bindje, me lexim e ka dhe ju ka bind Kur'anit, Sunetit, krejt, pejgamberit sa hala se ka shpreh shahadetin. Ky hala s'u bë musliman. Veç me bindje. Që kjo bindja duhet me qëti? Me gjumë, thonë, edhe del para hoxhës aty, para xhamatit, thotë ashhadu an la ilaha illa Allah. Ky person çat moment a është musliman apo nuk është musliman? Është musliman. A ka vepër gjymtyrore? S'ka. Atë në këtë rast nuk është kushti i shahadetit vepra gjymtyrore. Po pastaj që ky shahadet të nxit me bë vepra të gjymtyrore. E çështu do të shkë kalbone ka komentuar vëlla. Jo, po ju po thoni që vepra nuk është tash për imanit. Se ju pe pranoni mu bë musliman me një aspekt, po themi që ashtu, se ata e din që s'është këto, që demek se tash kur thoti vepra gjymtyrës është kusht i saktësimit të imanit bazës imanit i bie që ky ashhadu an la ilaha illa Allah ka dalë ta bëjë një vepër se hala s'u bë islam. A di vetë ç'to? Vepra gjymtyrës është pas shahadetit. Tek imani i detyrueshëm, atëherë thot nuk ka iman të detyrueshëm, imanul wajib pa vepër të gjymtyrve. Që ka përmend Allahu në Kur'an apo. Pastaj thot, ky hadith është munker. Domethënë nuk është hadith i sakt, një pjesë e tij bie ndesh me pjesën tjetër, sepse fjalat la ilaha illallah nuk i bën dobi përdesa në zemrën e tij nuk gjendet besimi. Sa i munafik është atë. Nuk i bën dobi, ky hadith është munker i papranueshëm apo. Bukur, Allah i lartësuar thot, hyni në xhennet si shpërblim për veprat që keni kryer. Shkronja B te ajeti është lidh shkakore. Domethënë shkak. B. Nëse nuk e bën, nuk hyn në xhennet, domethënë. Thot, domethënë do të hyni në xhennet për shkak punëve të mira. Është sebeb për me hyrë në xhennet ti nëse bën vepra të mira. Nuk mund të themi 100% që hin, apo? Sepse kemi hadith pejgamberit sa ja Rasulullah dhe ti nuk kemi me vepra të mira nëse i bën, thotë edhe unë për vetë se me mëshirën e Allahut, na mundi me bë vepra, plot vepra. Po nëse nuk është mëshira e Allahut ndaj nesh, s'më me fitu xhenetin. Kështu që na i bëjmë veprat, mbështetemi në Allahun dhe shpresojmë mëshirën e Allahut me na çon në xhennet. Ama na 100% nuk them, i shohim për shembull plot vllazëni bëjnë vepra të mira, sa më thonë që kjo është në xhennet. Nuk e dim. Duhet me pas kujdes. Pastaj thot, për shkak të punëve tuaja të mira, thot ku e më madhi atyre është besimi, siç ka ardhur hadithi autentik se dikush e pyeti pejgamberin sa. Cila është puna më e mirë? Çfarë tha pejgamberi sa? Tha besimin në Allahun e madhruar. Lart madhruar. Besimi është puna e zemrës e jo siç mendojnë disa njerëz, se ai besimi s'ka lidhje me veprën. Që thënë murxhiat. Besimi ka lidhje me veprën. Vllazni përveç veprës gjymtyrve,
vepër ka edhe zemra. Zemra e kryen 2 funksione. E kryen bindjen edhe veprën. Bukur, cilën e kishte Iblisi në zemër? Bindjen. E dinte që Allahu ekziston. Bindjen. Po themi besimin, do më thonë, i besonte si krijues që është. E dinte krejt çka ka mi ndodh. Por se që kjo bindje nuk e bëri veprimin e zemrës. Hajtë jepem një shembull të veprimit të zemrës. Cili është veprimi i zemrës? Ja nisja, nisja. Se çdo është veprimi i gjymtyrës, veprimi i zemrës. Ha? Vepër gjymtyrës. Vepër e zemrës, unë po them. Dashuria dhe urrejtja. Mbështetje. A o vepër e zemrës? Turpi. A është vepër e zemrës? Dvjemare prej zemrës. E don. Hajde ti kallëzoma dashurin në formë fizike? Se ki. E ki me zemër. Apo e shfaq. Është si rezultat i kësaj. Ama bindja, vërtetimi i kësaj bindje me vepër është prej zemrës. Atëherë shejtani çka pas ka? Pe njif ka Allahun. Pe njif ka Allahun, mirë po nuk e pas ka veprën e zemrës. Se nuk pe don Allahun azza wa jall. Dhe po mundohet me i fut në xhehenem shumicën e njerëzve. Pastaj thot, besimi fillimisht duhet të lëviz zemrën me besimin në Allahun të dërguarin e tij, pastaj duhet që bashkë me këtë besim që ka zënë vend në zemër ai të shfaqet në trup dhe gjymtyr, dhe prandaj edhe Allahu azza wa jall thot hyn në xhenet si shpërblim për veprat që keni kryer, apo që e keni kry veprat si shpërblim. Mos me pas kry veprat, ku i kiti shpërblim? S'ki shpërblim për ta. Ky është teksti i prerë, është teksti i prerë i qartë se hyrja në xhenet nuk është thjesht me dëshirë. Allahu i lartësuar thot, nuk do të jetë ai sipas dëshirës suaj o musliman, e as sipas dëshirës i tharëve të librave, por kushdo që bën një të keqe do të ndëshkohet. Kushdo që bën një të mirë do të shpërblet, e kush ka bërë ndonjë të mirë qoftë një sa një thërimi, suratu Zelzele e dini, thot do ta shoh atë, kush ka bërë ndonjë të keqe qoftë sa një thërmi do ta shoh atë. Qoftë gjuna, qoftë vepër të mirë, sado që e bën të pakt, kimi pa tek Allahu subhanahu wa taala, kimi pa dhe disa vepra që si ke çu menën hiç të ato veprat. E me laçja ti ka shkru. E në ditën e gjykimit kanë me dal që ti i ke harru ato që i ke bot veprat. Në herë ke bot do vepra që s'tu ka ndok hiç. Vaki ja ke thonë një fjalë të mirë, ja ke zbut zemrën, çaq mirë e ke qetësu, ka qenë stres, nang, ku e di unë, hes kujtohet ajo fjalë. Ama ditën e gjykimit kimë pa atë fjalë. Sepse ti ja ke rregulluje bo sebe me rregullu jetën atij, me çat fjalë që ja ke thonë. Pastaj thotë i dërguari Allahu se ka thënë asnjëri nga ju nuk do ta fus puna e tij në xhennet. Pse? S'ka me fut puna e dikujt në xhennet personin. Ja Rasulullah, të pranishmit i thanë edhe teja, as mua tha. Vetëm tha se nëse më mbulon përfshin Allah me mirësinë dhe mëshirën e tij. Thot, kur merrni udhë shfrytëzoni mëngjesin e hershëm, pas ditës dhe një pjesë të natës, andaj shfrytëzoni momentet e gjallërisë suaj që të arrini dhe dijeni se puna më e dashur tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme, po qoftë edhe pakt. Domethënë, nëse në vazhdimsi e bën një punë, po qoftë edhe pakt, te Allahu shumë më e dashur. Pjap rast konkret. Për shembull, nëse çdo herë për shembull i fal 2 rekate në vazhdimsi, është më e mirë se sa nëse i ke fal në ditë 8 rekate apo 10 rekate apo tan natën ke bëj ibadet. Vesh një natë. E mos e 16 ditë s'ke bëj hiç. Që ky 2 rekate si çdo natë është më i mirë. Edhe nëse është e pakt te Allahu shumë më e vlefshme. Pastaj thot, dije se ky hadith është i ndërlikuar për disa njerëz të cilët mendojnë sa hadithi bie ndesh me fjalën e Allahut azza wa jall, ja ky është xheneti që është dhënë në trashëgim për atë që keni bërë, e të ngjashme me ajete të tjera dhe hadithe që tregojnë se hyrja në xhenet arrihet me punë. Për këtë janë dhënë disa përgjigje ku më afër të saktës është shkronja bi amelihi me vepra të mira që tregon për çmimin, ndërsa b tek ajeti si përcituar është lidhës shkakore, shkak, bëhet për me shku në xhennet, po jo domosdoshmërisht. Pra veprat e mira janë shkak i domosdoshëm për hyrjen në xhennet, shkak. Por ajo punë e mirë nuk është çmimi i hyrjes në xhennet. Po ashtu pejgamberi sa ka thënë, halali dhe harami janë të qarta
Mes tyre ka gjëra të dyshemta, thot të cilët shumë njerëz nuk i din. Thot ai që ruhet nga të dyshemtat, qëre shumica e besimtarve, shumica e muslimanve e din çka është halali dhe harami, që janë të qarta. Mes këtyre dy gjërave, halalit dhe haramit, ka gjëra të dyshemta. Kush ruhet prej këtyre gjëra të dyshemta, e ka ruajtur fen. Secili prej nesh e din, valla që kjo po më duket e dyshemt. Të largona më mirë. Nëse largosh e ke ruajt dinjen tënde. Pastaj thot, çdo sundimtar thot e ka zonën e tij të ndaluar për të tjerët, zonat e ndaluara të Allahut janë ato gjëra që ai ka bërë haram. Kush i afrohet zonës së ndaluar, rrezikon të bien mëkat. Dijeni se në trup gjendet një organ, i cili nëse është i shëndosh, thot i gjithë trupi do të jetë në rregull, e nëse smurët, ketë smurët trupi, e ajo është zemra. Nëse zemrën e kitë shëndosh, që ajo zemër ka me ta mundësu që këtë trupi më koni shnosh. Me bo vepra të mira. Nëse zemrën e kitë qërëk, që e thojmë të na, dzez, atër edhe veprat kanë më bo dzeza. Kime bo gjunahet, edhe kime meritu gjehnemin. Pra në përmirësimin e gjendes e zemrës, gjendet përmirësimi i trupit, e kjo është prej fshehtsive të shariatit. Profeti a.s. në këtë hadith dhe hadithe tjera tregon se pamja jashtme e trupit është e lidhur me mbretësinë e tij. Lidhet. E që ajo është zemra. Gjithashtu zemra është e lidhur me pjesën e jashtme të trupit, dhe e mos të thot dikush që dëgjojmë shumicën prej njerëzve që thënë kur ti thu o vëlla pse s'po falësh, besimin në zemrën e kam. Që e zemrë t'i shkone mirë, qysh ti, pe zbukuron atë zemrën tonë, dhe mashallah, unë si a du të keqen kërkujt, unë e një mëj kështu anë i këni, që ajo zemrë kish me të shti me falë namaz. Po zemrën nuk e ki të mirë qysh duhet ti. Problem ki me zemrë, e ki zemrën e smut, nuk po them që e ki të vdekur, e ki të smut. E mundoj e ka dole mi dhoni ilaçe, terapi, për me shnosh atë zemrë, që me të nxit pastaj, me bo veprat mira me lenë Allah subhanahu wa taala. Nuk themi se gjunat nuk i bëjnë dëm atij që ka besim, sepse kjo është prej fjalëve të murxhive, e cilat të shpihen në përgënjeshtrimin e ajeteve kristnuse dhe haditheve që transmetojnë lidhje me këtë. Allah i lartë madhëruar për çdo gjë ka vendosur dhe shkakun, andaj vepra e mirë është shkak për hyrjen në xhennet, vepra e keqe është shkak për hyrjen në xhenem. Edhe një faqe e kemi. Besimi është shkak për hyrjen në xhennet, besimtari do të hyjë në të me mirësinë e Allah dhe mëshirën e tij. Kufri është shkak ndalues për hyrjen në xhennet. Po ashtu Sheh Fawzani hafidhullahu taala thot, xhenneti është i shtrejt dhe i çmuar dhe nuk arrihet përveç se me punë. Allah kur ta mendon sa vjet besimtar të falin namazin e sabat, e prishin gjumin çdo ditë, 5 vakte në ditë. E ti kur nuk qosh në saba me fal namazin e sabat, apo vaktet, 4 vakte tjera. Ku do me shku? Nuk po të thom jenë xhenem li apo xhenet li. Ama je kandidat potencial për xhenem. Nuk është e lehtë me prish gjumin të saban 4 sati. Nuk është e lehtë vëllai. Punon deri në 8, 7, 8, lodhesh 9, 10. Edhe të ze gjumi, çuma se më qur namazin e sabat me fal. Në 6, në 7 du të me shku prapë në punë. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Para të arsye dhe në fund Allah subhanahu wa taala ka me që përpri. E ti po mendon se je njëjtë me ato që kurs ju ka bo vonë për namaza? Kurs ju ka bo vonë me ditë që kjo është haram dhe që kjo është halal? Qysh po mendon te? Dhe për atë arsye është i shtrejt, thot, sado që punoj njeriu edhe sikur të bëj gjitha format e punëve të mira prap, sërish puna e tij nuk krahasohet dot me mirësitë që gjen në xhennet. Përkundër asaj që na bëjmë vepra të mira, wallahi billahi, mirësitë e xhennetit kur na smundemi mi la, po themi mi ble, ato mirësi xheneti me veprat tona, kur heq. Se është një xhennet që s'ka kufi vllazni, s'ka limite, nuk ka kufi të jetës. Me thonë 60, 70, 100, 200, 500 vjetë. Edhe pastaj jenë humbje. Jo, e ki një jetë nuk ka kufi, të përhershëm. A mund të bletë që këtë xhenet me veprat tona që po i bëjma? Vallahi jo. Na subhanallah. Edhe nuk është që e kemi jetën e vështirë që i falim 5 vakte.
Vallai na e kemi jetën më të mirë shpirtërore përkundër asaj që po mundohemi me namaz, me agjërim, me largu harameve se sa gjunaqtarët. Vallai po. Na më të kënaqëm e kemi jetën shpirtërore, shumë më mirë jetojmë përkundër asaj ata që në harame, në droge, në femna, në kera, ku e diune, në kera mos tom tash që kera s'lejohet, po du me thonë të mirat e dynjos që i kanë, edhe prap nuk kanë rahati shpirtërore. Ndërsa ti ki rahati shpirtërore edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Të mirat e dynjos. Mirë po, sa dush që bëjsh veprat mira, nuk mundesh me blej xhenetin Allah, subhanallahu me ato veprat mira. Pastaj thot, nuk janë ato që e bëjnë të detyrueshëm hyrjen në të, as nuk janë çmim për të, prandaj pejgamberi sa as kush prej jush nuk futet në xhenet me punën e tij, ka thonë. Po na do të mundohemi. Pastaj thot, nëse e dim se lumturia është e lidhur me veprat e mira dhe mjerimi është gjithashtu i lidhur me veprat e këqija dhe si vepra e mirë është ajo e keqe janë shkak që sjellën lumturinë ose mjerimin. Kjo është një vërtet për të cilën, domethënë vepra e mirë e sjell lumturinë, vepra e keqe e sjell mjerimin. Lejohet el-istithna'u në besim. E ajo shprehja, unë jam besimtar inshallah. Domethënë, ti nuk lejohet me thonë unë jam besimtar pa thonë inshallah. Se nuk e din 100%. Kur thunë jam besimtar pa inshallah, vetë ja ke dhonë barabart xhennet. Se i bie çdo vepër tu ka pranu. E ti nuk lejohet me thonë. Mirë po, kur thunë jam musliman, nuk thu inshallah, nëse don Allah. Po thu unë jam musliman. Unë kum hin fe. Unë jam musliman. Brenda që ti rrethit madh të islamit. Po pastaj në rrethin e dytë dhe në rrethin e tretë nuk lejohet me thonë sepse nuk e din. Ti ke bu veprat, po sa ke qenë sinqert me ato veprat e tua për me ti pranu Allah zëgjel, nuk e din. Pra dhe arsye, thush unë jam mu'min inshallah. Besimi dhe mohimi, imani dhe mohimi janë dy çështja ku njeriu është i lirë. Allahu i lartëmadhëruar nuk imponon askën për te, nuk imponon askën prej krijesave që të zgjedh dhe thot besimi nuk depërton në zemrën e besimtarit përveç se me dy gjëra. E para, kuptimi i sakt, besimi i sakt. Kuptimi i sakt, besimi i sakt. Ky është edhe shkaku që Zoti i lartëmadhëruar i kritikoi disa njerëz, popull që lexojnë Kur'anin, por nuk e kuptojnë, i madhrueshmi thot a nuk përsjatin ata për Kur'anin apo i kanë zemrat të kyçura. Devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar është baza e suksesit, e cila patjetër duhet të lidhet me dijen e dobishme, madje ajo dija e dobishme është çështja kryesore në akide, që është dije se nuk ka të adhuruar me të vërtet përveç Allahut subhanahu wa taala. Dija e dobishme dhe puna e mirë është piknisja nga e cila duhet të fillojnë muslimanët që dëshirojnë me kthy krenarin dhe lavdin deri në takimin e radhës me feja mësot nga Kurani dhe Suneti selefët brezi më i mirë, menhexhet dhe bazat e thirrjes selefie. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.